e shtetit lavdrojnë veten për autostradën e re Tetov-Gostivar. BDI dhe vlen përplasen verbalisht për vendimin e pritur të gjykatës kushtetuese për ligjin e gjuhëve. VMRO pretendon se Zaev rrezikoi vendin me premtimin për zbardhjen e rastit Monstra. Izraeli përshkallzoi fushatën e tij ushtarake duke kryer sulme ajrore në zonat e Damaskut. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Drejtuesit më të lartë shtetëror dhe përfaqësues diplomatik në vend kanë marrë pjesë në ceremoninë e nisjes së punimeve për ndërtimin e autostradës së re në Tetov-Gostivar, që është pjesë e korridorit 8. Kryeministri Kristian Mickoski e quajti veten vizionar, ndërsa tha se veprat e tij do të mbeten gjatë në memorien kolektive të qytetarëve. Edhe zëvendës kryeministri Izet Megjiti premtoi se qytetarët do t'i mbajnë mend për kilometrat e përfunduara e jo për premtimet e parealizuara. Në anën tjetër, ambasadorja amerikane Angela Geller e cilësoi me rëndësi strategjike këtë projekt, ndërsa tha se është me rëndësi të përzgjidhen partnerët e vërtet. Zyrtarizimi i nisjes së punimeve për ndërtimin e autostradës së re Tetov-Gostivar bëri bashkë gjithë kabinetin qeveritar, edhe ata që nuk janë më bashkë. Përveç zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s, në përhajër të nisjes së autostradës erdhen edhe liderët e partive shqiptare në pushtet, Izet Megjiti, Bilal Kasami e Arben Taravari, me të cilin deri pak kohësh e ndanin koalicionin bashkë. Edhe pse në të njëjtën hapësirë, Taravari me liderët e tjerë të Vlenit u pozicionuan në vendet të ndryshme, e nuk shkëmbyen asnjë fjalë. Në promovimin e këtij projekti, kryeministri Kristian Mickoski nuk harroi të lavdëroi veten, duke thënë se është vizionar dhe e tha se veprat e tij do të mbeten gjatë në memorien kolektive të qytetarëve. Nije deneska gradime idinina, nije ne zboruame za minatët, nije ne sme zarobeni si na minatët. Nije sakame deneska da projektirame što će bide vo 27-ta, 28-ta, 30-ta godina. Političarite koji što imaat vizije i koji što gledaat vojdninat i gradat vakvi dela, to se političari koji što će bidat zapomneti i političari koji što nikogaš nema da izlezat od kolektivната memorija preko svojite dela koji što će gi ostavat na građanite. E zëvendës kryeministri Izet Megjiti nuk la pa thumbuar kundërshtarët e tij politik. Do të na matni me kilometrat e përfunduara, jo me fjalë e harxhuara. Themeli i sotëm është një simbol i asaj politike veprave e jo e frazave boshe. Korridori 8 është më shumë se një rrugë. Është një artere evropiane që lidh Adriatikun me detin e Zi, e lidh zemrën e Ballkanit. Vendimi im strategjik është i qartë. Maqedonia përfundon seksionin e saj e sjell Europën në Ballkan dhe Ballkanin në Europë. Ambasadorja amerikan në vend Angela Geller tha se ky aks rrugor është një rëndësie strategjike. Important it is to pick the right partner. And I think that we have seen with Bechtel Enka that they certainly have been the right partner, and the citizens and the people of North Macedonia are for us also the right partner. So thank you all. Congratulations to all of you. And enjoy the beautiful weather. Thank you. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski premton se kjo autostradë do të jetë e gatshme për 2 vjet e gjysmë. Това значи дека отвараме фронт за работа на делницата Тетово-Гостивар од 17,5 км, Гостивар-Бокојчани 14,7 км и Прилеп-Битола 29 км. Или некаде планот е до ова лето активно да се работи на извадба на автопати во рамки на коридорите 8 и 10 од некаде 65 до 68 км, што мислам дека ќе се согласите сите е огромен прогрес. Тајната е многу едноставна, се вика работа и поддршка. Kjo autostradë do të jetë në gjatësi prej 25 kilometrash dhe do të kushtoj 90 milion euro.
Ndërsa Kryeministri Mickoski ka cilësuar si historik këtë projekt, LSDM-ja ja ka rikujtuar atij deklaratat kur ishte në opozit, kur marrëveshjen strategjike me konsorciumin Bechtel dhe Enka të realizuar nga qeveria e drejtuar nga LSDM, VMRO-DPMN e quante si marrëveshje të kriminalizuar. Qeveria e vendosi gur themelin e autostradës Tetov-Gostivar, ndërsa LSDM akuzon VMRO-n për hipokrizi, pasi thotë se ky projekt ka qenë i LSDM-s, të cilin VMRO e ka quajtur krim historik. Thonë se puna përgatitore përfshir studime gjeomekanike, projektimi, miratimi i projektit të infrastrukturës dhe sigurimi një plani financiar për këtë aks prej 17 kilometrash, filloi pikërisht gjatë kohës së qeverisë së mëparshme të LSDM-s. Pikërisht projektin e Bechtel dhe Enka, të cilin ata me muaj e kanë denigruar, bllokuar dhe e kanë quajtur krim historik, sot po e promovojnë me krenari. Nëse është krim historik, a don të thotë kjo se VMRO-DPMN po hyn në krim? Një gjë është e qartë, hipokrizia e DPMN-s nuk ka kufi, por të paktën është mirë që po vazhdon realizimi një projekti strategjik i LSDM-s. Sipas LSDM-s, ky aks rrugor është pjesë e 110 kilometrash që përfshin marrëveshjen strategjike me Bechtel dhe Enka, për të cilin VMRO-DPMN thoshte se është i kriminalizuar. Kjo rrugë, shtojnë ata, është me gjerësi prej 17 kilometrash. LSDM e parashikoi dhe filloi realizimin e një segmenti modern autostradash me gjerësi 27 metra, një përparim, siç thonë ata, i vërtet infrastrukturor. Dy kampet politike shqiptare janë duke pritur për vendimin e gjykatës kushtetuese për ligjin e përdorimit të gjuhëve. BDI ka vlerësuar se deklarata e kryetarit të gjykatës kushtetuese se vendimi për ligjin e gjuhëve mund të merret pas zgjedhjeve lokale, i konfirmon zërat për një marrëveshje mes qeverisë dhe gjykatës për ta rrëzuar ligjin. Në anën tjetër ka reaguar Vlen, i cili premton se gjuha shqipe nuk negociohet, ndërsa premtojnë se nuk do ta lejojnë asnjë hap prapa në të drejtat e shqiptarëve. Deklarata e kryetarit të gjykatës kushtetuese se vendimi për ligjin e gjuhëve mund të merret pas zgjedhjeve lokale ka ndezur reagimin në skenën politike shqiptare. Sipas BDI-s, zërat që prej kohësh flisnin për një marrëveshje mes qeverisë dhe gjykatës për ta rrëzuar ligjin pas zgjedhjeve, thonë se tashmë po marrin formën e faktit të kryer. Paralajmërimi se vendimi për ligjin për përdorimin e gjuhëve do të merret pas zgjedhjeve nuk është rastësi, por pjesë e një plani të mirë orkestruar për të ruajtur përkohësisht projektin e tyre politik të shqiptarët, me kuazi përfaqësues pa legjitimitete që më pas për ta goditur në të gjitha arritjet e fituara përmes marrëveshjes së Ohrit. Ndërsa nga Vlen ju përgjigjen duke thënë se plani Ali Ahmetit dhe Bujar Osmanit përmes gjykatave të emëruar prej tyre në gjykatën kushtetuese për ta rrezikuar gjuhën shqipe në RMV dhe për ta destabilizuar vendin, sipas tyre dështoi para se të merrte hovë. Mos u shqetësoni, gjuha shqipe nuk negociohet. Vlen nuk do të lejojë asnjë hap prapa në të drejtat e shqiptarëve. Mashtrimet kanë marrë fund. Për 2 dekada, BDI ka bërë gjërat në mënyrë gjysmake, për sy e faqe, duke hedhur hi syve të opinionit shqiptar dhe duke përdorur çështjen kombëtare për pazare personale e partijake. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski një ditë më parë tha se për shkak të tragjedisë në Koçan, gjykata e shtyu seancën që duhej të mbahej në muajin mars dhe vlerësimi i tij tha se është që vendimi për këtë çështje nga gjykata kushtetuese do të merret pas zgjedhjeve lokale. Seanca përgatitore për ligjin për gjuhët është planifikuar për më 19 qershor. Rasti monstra dhe vdekja e dyshim të gazetarit Mladenov është përdorur sot nga VMRO-ja për të akuzuar drejtuesit e LSDM-s për dëmtimin e imazhit të vendit në kohët e tij më të vështira. Partia në pushtet rikujton se ish-kryeministri Zoran Zaev e përdori si kartë për marketing politik zbulimin e të vërtetës për këto raste, por se realisht nuk zbardhje asgjë për publikun. VMRO-ja ka kritikuar sot liderët e LSDM-s duke përmendur 2 ngjarje që kanë ndodhur pikërisht në kohën kur në pushtet ishte pikërisht kjo parti. Partia aktuale në pushtet ka përmendur vrasjet në liçenin e Smilkovës dhe vdekjen e gazetarit Mladenov, ndërsa ka etiketuar ish-kryeministrin Zoran Zaev duke akuzuar se kishte rrezikuar reputacionin e vendit duke premtuar se do të jepte fate për zbardhjen e këtyre ngjarjeve të jetë diskutueshme në opinion. Populli nuk mori as shpjegim dhe
flas të vërtetën nga Zaevi, vetëm tradhti në çdo fushë, theksohet në reagimin e VMRO-s. Кога Венко Филипче вели дека народот треба да учи од Заев и дека нема друг како него, треба да каже дали мисли на давањето на лиценци за производство на марихуана на своји братучеди. Дали Венко Филипче учи од Заев како да дава бизниси со дрога на своји блиски роднини. Зоран Заев даде неколку лиценци за производство на марихуана на своји блиски луѓе. Производството на марихуана го направија куќен бизнис. Дали Венко Филипче му се восхитува на Заев за грабежот кој го направи? Има ли Венко Филипче план да биде ист како Заев и дали за тоа е неговата политичка борба? Добро е што Венко Филипче призна се и јасно кажа дека се огледува и дека го следи примерот на Зоран Заев, за никој да нема дилеми какви политики би преземал. Sipas VMRO-s, nëse Filipçe dëshiron të pozicionojë publikisht veten si pasardhës i Zaevit, qytetarët duhet të dinë nëse janë dakord për një vazhdim të së njëjtës histori vetëm me një maskë të re. Partia në pushtet thekson se qytetarët nuk mund të presin asgjë nga LSDM-ja e as nga Filipçe, i cili dëshiron të jetë një Zaev i dytë, një njeri në udhëheqjen e të cilit vendi ra në krizat më të thella që nga pavarësia e saj. VMRO-ja ka komentuar akuzat e LSDM-s se për herë të parë në 8 vjet, Maqedonia e Veriut ka rënë me 6 vende në indeksin e lirisë së shtypit për vitin 2025. Partia e cilëson këtë qëndrim hipokrit, ndërsa pretendon se është fakt absolut se ata dhe partnerët e tyre nga BDI ishin dhe mbeten armiqt më të mëdhenj të gazetarisë së vërtet. Makineria mediatike Artan Grupit, Marian Zabërçanes dhe të tjerëve është sinonimi medias së nëntokës, një rrjet portalesh të shantazhuara, tendera $1.000.000 dhe lajme të redaktuara sipas porosisë, thekson VMRO-ja. Për çështjen e mediave ka reaguar dhe ish-ministri i drejtësisë Krenar Lloga, pjesë aleancës për shqiptarët e drejtuar nga Zjadin Sela. Lloga thekson se vendi ka rënë edhe më poshtë në indeksin global të lirisë së shprehjes, ndërsa ky është sinjal alarmi që tregon se qeveria vlen taravar VMRO, po dështon të mbrojë fjalën e lirë dhe po zgjedh kontrollin në vend të transparencës. Një shoqëri pa media të lirë është një shoqëri pa të ardhme, ka shkruar Lloga në rrjetin social Facebook. Partia e Majta ka kritikuar pushtetin për projekt ligjin e ri për energjinë, duke akuzuar atë për thellim të mëtejshëm të procesit të liberalizimit të tregut në një nga fushat më kritike strategjike. Ky projekt ligj tregon qartë se shteti nuk ka as qëllimin dhe as planin për të nacionalizuar kapacitetet energjetike dhe për t'i vënë ato në shërbim të interesit publik, thekson partia drejtuar nga Dimitar Apasiev. Sipas tyre, me liberalizimin, sektori energjisë bëhet e lehtë për kapitalin e huaj, i cili sipas Partisë së Majta është i motivuar ekskluzivisht nga interesat e fitimit, nuk do të ketë asnjë detyrim për të mbrojtur interesat kombëtare ose për të siguruar çmime të përballueshme për qytetarët. E Majta paralajmëron se përvojat nga vendet e tjera tregojnë se liberalizimi i tregut të energjisë elektrike çon në rritje të mëdha të çmimit të energjisë elektrike, duke rritur pabarazit sociale dhe duke ulur cilësinë e shërbimit. Prokuroria Themelore Publike në Shkup ngriti procedurë kundër një personi nga Shkupi pasi akuzohet se shkaktoi rrezik të konsiderueshëm për jetën e njerëzve, duke i vënë flakë një shtëpie pushimi në fshatin Katlanov dhe një apartmenti në Shkup, të cilat ishin në pronësi të ish-gruas së tij, me të cilën ishte i ndarë dhe me të cilën po ndiqte procedurat e divorcit. Prokuroria njoftoi se pasi kërcënoi me telefon palën e dëmtuar dhe djalin e tyre një ditë më parë, ditën kritike, ai fillimisht shkaktoi një zjarr para derës së përparme të shtëpisë së fundjavës me benzinë. Zjarri u përhap brenda shtëpisë dhe më pas i dyshuari u drejtua drejt Shkupit
dhe në mënyrë të ngjashme shkaktoi një zjarr para derës së përparme të apartamentit. Pasi kreu veprimet, ai e njoftoi të dëmtuarën se u kishte vënë flakën të 2 ndërtesave. Ka dështuar për herë të 10 me radhë konstituimi i Kuvendit të Kosovës në mungesë të votave të mjaftueshme për zgjidhjen e kryetarit të Kuvendit. Ashtu sikurse të njëjtën, seanca nisi me votimin për krijimin e një komisioni ad hoc për votim të fshehtë të kryeparlamentarit. Megjithatë, shumica e partive e kundërshtuan këtë komision duke mos propozuar antarin e tyre për këtë komision. Kryesuesi i seancës Avni Dehari mbylli seancën në mungesë të votave të mjaftueshme dhe paralajmëroi vazhdimin e saj të hënën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shtruar në spitalin ushtarak në Beograd më 3 maj, raportojnë mediat në Beograd. Paraprakisht, Vučić ishte sëmur gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte kontrolluar nga mjekët dhe pas kontrollit kishte vendosur të kthehej në Serbi. Ai ishte parapar që të takohej me disa zyrtar të lartë të Partisë Republikane para se të ndërpriste vizitën në SBA. Izraeli e përshkallëzoi fushatën e tij ushtarake në Siri duke kryer sulme ajrore në zonat e Damaskut dhe duke lëshuar kërcënime kundër udhëheqjes siriane me justifikim trazirat në lagjet e populluara nga komuniteti druz në fillim të kësaj jave. Sipas zyrtarëve sirian, përleshjet u nxitën nga një mesazh audio i publikuar që i atribohej një banori druz, i cili përfshinte fyerje kundër profetit Muhammed. 16 persona u raportuan të vrarë, përfshirë personel të sigurisë. Shikues të nderuar, kjo ishte e gjitha, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror të lajmeve. Deri atëherë, miru ta pofshim.